Viti 2015 ishte viti aktiviteteve të ndryshme kulturore dhe sportive në komunën e Gjakovës. Kështu sipas drejtorit të Drejtorisë për Kulturë, Rini dhe Sport Meriton Ferizi, projektet e parapara nga ky institucion janë realizuar me sukses me disa vështirësi të vogla. Ai thotë se me krijimin e kushteve Gjakova është shndruar në shtëpi të sportit me organizimin e shumë kampionateve. Sa i përket kulturës, si sukses e përmendi rregullimin e statutit të teatrit të Gjakovës në komunë, në pamundësi që për momentin të jetë prioritet e qeverisë së Kosovës për të qenë teatri i dytë kombëtar në Kosovë. Aktivitetet e shumta që janë para pa, si ato vendore dhe ndërkombëtare, i kemi realizu. Si kemi fillu punën, viti i dytë me radhë, tash i treti që do të ndahen subvencionet në mënyrë transparente, 100% më tepër se sa 2 vitet paraprake të kalume. Nga 50.000 sa kanë qenë, i kemi nda 100.000 dhe 85% e buxhetit drejtorisë ka shku në sport. Ferizi u shpreh se në rastet kur ka pasur mungesë të mjeteve financiare, kjo drejtori është munduar të përkrahë aktivitetet e ndryshme kulturore dhe sportive në mënyra të tjera. Buxheti është shumë i limituar, i vogël i Drejtorisë Kulturës, duke pas parasysh kërkesat e shumta që janë të aktiviteteve, të gjitha kushtojnë, por me një menaxhim të mirë dhe me një mirë kuptim edhe me gjithë spektrin, gjitha sferave, edhe të kulturës, rinisë dhe sportit, kemi arritë që bashkërisht me një frymë të mirë të zgjidhim problemet. Ndërka që ai tha se viti 2016 do të jetë viti sukseseve të mëtutjeshme në fushën e kulturës, rinisë dhe sportit. Do të vazhdohet me aktivitetet shumta, të cilat jo vetëm të komunës Gjakovës shumë, Gjakova ka kriju një klim të mirë dhe aktivitetet kulturore, sportive, rinore po ndodhin shumë komunën e Gjakovës, do të vazhdohet me këtë ritëm. Sa i përket rinisë, ai tha se si vjet po përgatit projektin për ndarjen e fondeve për këtë shtresë për herë të parë.